kush është mëkati më i madh, se me ty kam qef të rigjatë, që i njeh atij sistemi. Maq sa ke studiuar historinë si pasionante. Po, kam lexuar kohët e fundit një libër Mirdita në ferrin komunist, që një grua shtatzan e pushkatojnë, ai ishte shtatzan dhe në momentin që do ta varrosnin, ai kishte duart tu përpara dhe duart e saj lëvizën. Dhe i thot varrnisi shokut që më duket se po lëviz, nuk e kemi vrarë. E kemi vrarë, tha, por është fëmia në bark që lëviz akoma dhe lëviz duart e nënës. Si mund të ishin kaq makabër? E kam përjetuar gati një javë këtë. Këtu e tha shkurt sepse pastaj nëna e vajzës kishte bërë dhe një elegji themi ne nga jugu, por një këngë për vdekjen e të bijës shtatzane. Ka shumë raste të ngjashme, Sabiaja, Nusineja e shumë të tjera, Marje Tuci. Më ka gasmuar gjithmonë kjo pyetja. Pse kaq akmarrës ndaj femrave? Ndoshta kur ti je njeriu i pushtetshëm, Zeusi, në rastin e Sabias ishte Zeusi, ishte zoti i Olimpit. Pse kaq mlef ndaj një femre? Ndoshta bukuria, inteligjenca që shtohet bukurisë të shton më shumë dëshirën për t'i pushtuar? Mbase është dhe kjo, por mendoj që të gjithë udhëheqësit, qoftë nga Hitleri, Stalini, Ceaușescu, unë mendoj që nëse një psikoanalist do bëjë një psikoanalizë të tyre, ata kanë pasur shumë të fortë ndjenjën e paranojës. Stalinin i kam lexuar çdo biografi, edhe të dashurave të tij, edhe të shokëve të tij, gjante jashtëmasa me Enveri në paranoja. Kishte shumë paranoja. Po pse paranoja më e madhe të tillë njerëzve i vjen nga seksi kundërt? Jo, nuk mendoj që gjithmonë vjen nga seksi kundërt. Në përgjithësi, më duket sikur janë treguar më me mlef me seksin e kundërt. Jo, ata më shumë kanë vrarë bashkëpunëtorët e tyre. Trotskij, për shembull, ai arratisi Stalini që kishte shokun më të afërt. Ceaușescu po ashtu, Enveri vrau deri te Bari Omarin që kishte sëmundje, neurozë. Mendoj që Freudi dhe Kanti bashk mund të Spinoza mund të bëhen shumë filozofë dhe shumë neuroshkencëtar bashk. Mendoj që kanë një potencial të madh studimi, edhe Hitleri gjithashtu.